fillimisht, duke qenë se thash që Tirana sot dhe nesër është pothuajse e paralizuar për shkak të samitit evropian, do të shkoj fillimisht tek kolegja Sara Demushi, e cila ndodhet në sheshin Skënderbej me Artur Selimaj, shef i sigurisë rrugore në drejtorinë e policisë rrugore, për të kuptuar pak se cilat janë akset që do të bllokohen edhe si mund të lëvizin këmbësorët. Sara, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju përshëndes nga sheshi Skënderbej, atje ku duket se janë duke bërë edhe përgatitjet e fundit sa i përket samitit të Komunitetit Politik Evropian, i cili do të mbahet pikërisht ditën e nesërme në qendër të kryeqytetit. Sa i përket këtij aktiviteti dhe këtij takimi të nivelit të lartë, ka qenë pikërisht policia e shtetit, e cila ka ndërmarrë një sër masash, duke angazhuar rreth 1500 efektiv policie për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Por për të ndalur tek bllokimi i akseve në kryeqytet, por jo vetëm. Në këtë moment do doja të kishim një bashkëbisedim me shefin e sigurisë rrugore në drejtorinë e policisë rrugore, zotin Artur Selima, i cili do të na jap më shumë detaje sa i përket akseve të cilat do të bllokohen ditën e nesërme. Si fillim më lejoni t'ju pyes se cili është perimetri i sigurisë në cilën nuk lejohen as këmbësorët e po ashtu as drejtuesit e automjeteve. Së pari ju falenderoj për këtë intervistë, e cila na jep mundësinë që të sqarojmë të gjithë qytetarët e Tiranës për mënyrën e bllokimit dhe të përkohshëm dhe të plot të disa akseve rrugore. Ashtu siç e thatë edhe juve, ky samit është një rëndësie tepër të veçantë, po për shkak edhe të personaliteteve shumë të rëndësishme europiane që do të marrin pjesë në këtë samit, policia e shtetit ka hartuar një plan për sa i përket bllokimit disa akseve rrugore dhe bllokimit të përkohshëm disa akseve të tjera dhe disa rrugëve të rëndësishme të qytetit të Tiranës. Për sa i përket perimetrit të sigurisë, perimetri i sigurisë është një perimetër i cili është i paaksesueshëm si për përdoruesit e rrugës me automjete, ashtu edhe për përdoruesit e rrugës këmbësor. Ky perimetër përfshin rrugën Urani Pano, rrugën Det Gjoluli, kthesat e Tajvani, rrugën Dëshmorët e Kombit te kthesa Ish Dajti, pedonalen, mbas Ministrisë së Brendshme, Hotel Piazza, rruga George Bush, rruga Barikadat dhe bashkohet prapë tek Urani Pano. I gjithë ky perimetër sigurie, për shkak të rëndësisë që ka, është i paaksesueshëm nga qytetarët për mjetet dhe për këmbësorët. Pra, Sara, për ta kuptuar, ndjes që të ndërpres. I bllokuar? Sara, ndjes që të ndërpres, thjesht për ta bërë pak pyetje në formën time. Pra, të gjithë ata që jetojnë në këtë perimetër nesër do të mbyllen në shtëpi, nuk mund dalin dot. Qoftë dhe në këmbë. Dhe deri në çfarë ore, sa zgjat kjo? Nga cila orë deri në çfarë ore? Për gjithë ata që jetojnë në këtë zonë, janë të detyruar të mbeten në shtëpi, të mos dalin, deri në çfarë ore zgjat pikërisht ky itinerar i bllokuar? Ky perimetër i bllokuar është i bllokuar që nga ora 8 deri në orën 13:00. Deri në 13:00. Qytetarët që banojnë në këtë zonë nuk mund të lëvizin gjatë kësaj fashe kohore që ju përmendet? Po. Më pas është i lirë. Ka shumë pak qytetarë në këtë zonë, ky është një perimetër shumë i ngushtë për sa i përket zonës së banuar. Po sa i përket devijimit të rrugëve të cilat prekun pikërisht këtë perimetër sigurie, si do të jetë devijimi i tyre? Në këtë aspekt, për të dhënë mundësi qytetarëve që të lëvizin lirisht, të gjitha rrugët që aksesojnë këtë perimetër, që përfshin rruga Bulevardi Zogu i Parë, do të devijoj tek Ministria e Drejtësisë, rruga e Durrësit do të devijoj te Ministria e Arsimit dhe Sporteve, rruga e Kavajës do të devijoj te Karburanti tek Tymi, rruga Myslim Shyri devijon djathas përpara drejtorisë së Tiranës, drejtorisë policisë të Tiranës, dhe pjesa e rrugës tutë dëshmor tek kjo rruga. S'ka problem, nuk ka problem. Po tek në Kaçet. Rruga Tasim Hoxha do të devijoj në rrugën Tefta Tasho Koço. Këto janë rrugët që janë të aksesueshme për qytetarët dhe për mjetet gjatë kohës që do të jetë i mbyllur i gjithë perimetri i sigurisë. Po sa i përket të rinasit, padyshim është një nga lëvizjet ku qytetarët do duhet të udhtojnë brenda dhe jashtë vendit për të lëvizur. Si do të bëhet, cilat do të jenë rrugët alternative që do duhet të ndjekin ditën e nesër me qytetarët?
Përsa i përket aksit kryesor Rinas Tiran dhe kthimet e delegacioneve që do të përdorin rrugën nga Tirana për në Rinas, i gjithë aksi i cili përfshin Rinasin, autostradën e re, hyrjen e re të autostradës Kasharit, autostradën Durrës-Tiran, nën kalimin tek ish Shqiponjat, do të marrë pjesën tek Astiri, Pallati me Shigjeta, rreth rrotullimin e Saukut, rrugën e Elbasanit, rruga George Bush dhe sheshi Skënderbej. I gjithë ky aks do të përdoret nga delegacionet për të mbritur në vendin ku do të zhvillohet summit. I gjithë ky aks në datat 16 do të jetë i pa aksesueshëm nga mjetet nga ora 06 deri në orën 13:00 dhe në datën 16 në të kundërt nga Tirana në drejtim të Rinasit, që përfshin sheshin Skënderbej, rrugën e Elbasanit, rotondën të Saukut, pjesën e Astirit dhe Rinasin, do të jetë e blokuar nga ora 13:00 e datës 16 deri në orën 21 të datës 16 dhe nga ora 06:00 deri në orën 13:00 të datës 17.